njerëzit e bukur ka tendenca dhe gjasa që të shikohen si dhe më të aftë, më të mirë, më tërheqës, njerëzit e bukur. Është një perceptim njohës i gabuar, pra paragjykimet njohëse të tendencat të shoqërisë, tendencat tonat, që t'i shikojmë të bukurit edhe më të mirë, edhe më të besueshëm. Ky ishte efekti alo dhe kjo ishte ajo që zbuloi Eduard Thunderheck në vitin 1920. Dhe ky studim, i cili thotë sigurisht që kampionimi ka qenë vetëm me femra, dhe sigurisht për disa profesionet saktuara, themi të rimshtrëmër dhe flasim drejt, se kur flasim për profesione si inxhinieri, mekanik, ku nevojitet vërtet aftësia, përgatitja për atë punë, do më thënë, sigurisht që merë më pak vlerë pjesa make-upit, tërheqjes, bukurisë dhe pjesa. Por që në vetvete, ajo që është interesante dhe që të gjithë ne biem pre e kësaj gratske, është që të gjithë biem pre paragjykimeve njohëse si që është efekti alo. Pra kemi tendencën që njerëzit e bukur të shikojnë më të mirë, më të shëndetshëm, të besojnë më shumë, krahasuar me ata persona që janë më pak tërheqës,